Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni që prej datës 14 prill janë hapur zyrtarisht aplikimet për përfitimin nga skemat kombëtare të subvencioneve në bujqësi, edhe pse formularët mund të plotësohen online përmes portalit i Albania. Një pjesë e konsiderueshme e fermerëve në qarkun e Gjirokastrës janë drejtuar zyrave të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për asistencë. Rruga e Muzinës e njohur për peizazhet e saj maknitëse, po tërheqi gjithnjë më shumë turistë, veçanërisht ata që udhëtojnë me rulota. Një shembull i kësaj tendence është çifti austriak Stefani Delorik, që kanë kaluar 4 ditë në Muzinë dhe vlerësojnë natyrën dhe qetësinë e zonës. Kalaja e Gjirokastrës vijon të jetë një ndër monumentet më të vizituar të momentit. Turistët nga mbar bota e kanë zgjedhur këtë atraksion për vlerat historike që kjo kështjell ka. Zhvillimi i turizmit ka bërë që shumë të rinj të zgjedhin të studiojnë degën e turizmit në Universitetin e Qerem Çabej. Pedagogët e ekonomikut bëjnë me dije se këta studentë kanë një interes të lartë duke frekuentuar në 40% më tepër me vitin e kaluar, ndërkohë që studentët kanë mundësi të punësohen direkt pas mbarimit të studimeve në sektorin e turizmit. Ju njohim tani më gjerësisht që prej datës 14 prill janë hapur zyrtarisht aplikimet për përfitimin nga skemat kombëtare të subvencioneve në bujqësi, edhe pse formularët mund të plotësohen online përmes portalit i Albania. Një pjesë e konsiderueshme e fermerëve në qarkun e Gjirokastrës janë drejtuar zyrave të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për asistencë. Fermerët e qarkut të Gjirokastrës kanë nisur aplikimet për të përfituar nga subvencionet në bujqësi. Shumë prej tyre thonë se kanë qenë përfitues edhe në vitet e kaluara. Kam 9 vjet hira në të 10-in dhe bëj subvencionime për aplikim për subvencionim për bleta. Unë kam 150 blet dhe marr rregullisht lekët. Jo me shumë problem se më ndihmon kjo zonja. Kam 30 vjetë, unë jam me rregullta nga blektorët, me shtetin, me subvencionet që marrë me të tëra. Kam 300 dhënë edhe 50 kokë dhi. Kam blete, kam plot në të tëra. Për këta fermer, mbështetja përmes subvencioneve ka qenë një ndihmë e madhe, duke ndihmuar në zgjerimin e aktivitetit të tyre bujqësor. Subvencionet që marr unë ndihmë është, blejmë sheqer për ndihmë, blejmë marr naftë. Nuk plotësoj, po shiq mirë janë dhe këto. 10.000 lekë. Marr 1,5 milion të vjetra në vit. Ato i kam për braktit. Do paguaj ilaçe, do paguaj matrikull, do paguaj këto, shqyqyr, bereqjave. Mirë, deri tani na iku mosha, edhe jemi drejt të fundimit avash. Është një mbështetje, s'kemi punë tjetër ku të vazhdojmë. Vetëm blektorin kemi aty në fshat, ka bujqësia nuk është. U kam patur 100, harita 150, harita 200, tani aq se shtojmë edhe më lartë se si ma ndodhë, se na ikën mosha. S'kemi dhe kullotat ja për përzitësime të tjera. Kemi vështirësi kullot dimërore. Megjithse aplikimi mund të bëhet online, shumë fermerë zgjedhin të drejtohen në agropikat lokale për të marrë orientimin e duhur lidhur me dokumentacionet që duhet plotësuar. Aktualisht në qarkun e Gjirokastrës funksionojnë 2 agropika, një në Gjirokastër dhe një në Përmet, të cilat u vinë në ndihmë fermerëve në çdo hap të procesit. Kandidatët që garojnë në zgjedhjet e 11 majit kanë vijuar takimet elektorale. Drejtuesja politike e PS-s Mirela Kumbaro ishte në zonën e lagjes Granic, ndërkohë që kreu i PD-s Berisha ka zhvilluar takime me simpatizant dhe mbështetës në Tiranë.
me profesor Shushuriun nga Kalivaçi, me Tërmet Peçin nga Tepelena, me Piron nga Gjirokastra. Kjo e poka për të cilën po punojmë, për të cilën do votojmë. Është epoka e re e mandatit 4 që Shqipërinë e bën antare të Bashkimit Evropian. Ka filluar ndërkohëpuna për ndërtimin e urës të dedikuar për makinat në Virua. Investimi i gjithë menaxhimit mbetjeve në Gro do të jetë pjesë e këtij mandati. Impjantet e trajtimit të ujrave të ndotura në gjithë bashkinë e Gjirokastrës janë pjesë e investimit të këtij mandati. Përveç unazës së Çajupit, lidhet përfundimisht përmeti me Leskovikun dhe me Korçën, dhe kjo ndodh brenda vitit 2026. Çfarë alternativa kemi në Gjirokastër? Kemi përballë ajo partia tjetër e Kënetës, Bufi, jo vetëm që nuk e ka fare Gjirokastrën në hesap, po fare, po nuk ka në hesap as ata 5 kokra demokrat që i kanë ngelur në kosh. Po si mundet kjo mungesë respekti nga Partia Demokratike për Gjirokastrën, që çon një njeri i cili vjen këtu për të zgjatur pensionin e vet, ta fusin xhep, dhe ju jam përgjigjur të gjitha mesazheve që ka marrë nga demokrat në telefonin tim që më thonë: aman, merrini 4 mandate, të shpëtojmë edhe ne. Numri 5 për Partinë Socialiste, për Edi Ramën, për Gjirokastrën e vitit 2030. Faleminderit Goroti, faleminderit Kodra Shtyhit, faleminderit Granisa. Në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, kandidati për deputet i Partisë Socialiste Tërmet Peçi u ndal në Memalia, ku ka kërkuar votën për numrin 5 duke u shprehur: Desha dhe do të bëja thirrje kujto të cilit do që beson te Partia Socialiste, por jo vetëm, në rrugtimin ton për bashkët, na bashkohet, na mbështes, dhe ato që ka nevojë gjithë ky komunitet, luar me Memalia dhe gjithë qarkun, ne të gjithë së bashku në listën ngaruese kandidatët, nëse ju keni besim që vullneti do të jetë i lirë për këtë do dhe cilin do kandidat, por mbi gjitha me Partinë Socialiste, të gjitha investimet që janë në proces dhe ato që duhen me patjetër që duhet vendor me këmbgulje, kokforci të bëhen realitet, është vetëm Partia Socialiste dhe Edi Rama. Fuqia juaj, besimi juaj, vota juaj për Partinë Socialiste, për Edi Ramën, më bëjnë mua të fortë, më bëjnë mua këmbgulës, më bëjnë mua atë që vërtet i vë përpara ato nevoja që ka komuniteti, dhe nëse do të kem fuqinë dhe besimin tuaj, në datën 11, unë ju premtoj që gjitha ato që ka nevojë kë komunitet, por jo vetëm i gjithë qarku, me fjalë burri, ditë mbaj fjalë, ditë punoj, ditë bëj vota. Nga pjesëmarrësit, Peçi mori mbështetjen për këtë garë elektorale. Nëse të tjerë thonë 5-ën, unë po them Tërmetin, pastaj 5-a është brenda. Jo, pa 5-ën nuk e dua. Si pa 5-ën? Pa 5-ën ka fuqinë. 5-a ka të marrë me se ka xhaketën e saj. Partia Socialiste është urakan. 5-a dhe kandidati po. Ju falenderoj dhe suksesin. Tërmet Peçi e ka fituar që sot. Prioriteti demokratëve është formalizimi i sektorit të turizmit për t'i dhënë mundësi çdo biznesi të ndershëm të operojë në këtë sektor. Kjo është premtuar nga kryetari PD Sali Berisha në takimin me shoqatat e turizmit. Industria turistike përballet me shumë vështirësi. Mbështetje kanë si Plum Gjoka që marrin leje për hotel, i kanë motele, ja u shpallin me 5 yje, u japin dhe licenca kazinosh atij Sinaloas me luftim hysit, i cili me të ardhët e Sinaloas e dëmton thellë industrinë turistike. Nuk i ka të ardhura nga puna e tij. Pra, narko-euro është një monedhë toksike. Berisha vendos theksin tek abuzime me pronat në zona turistike, duke shigjetuar edhe vetë kryeministrin Rama. 225.000 m2 tokë me emrin e
e nënës vetë dhe të vlau. Tokë pa asnjë dokument kadastral. Kujdo mund t'i përkiste jo kolegëve, mbasi si pas deklaratave të vetë Spiro kolegës, ne nuk kishim tokë. Berisha tha se në rast fitore, në zgjedhjet e 11 maj do të ndalohet abuzimi financiar që po kryhet me ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Këto e shtruan në aeroportin e Vlorës në një burim të madh vjedhje dhe pasurimi. Sa e shkon Lubia thot që ky është aeroporti më i madh i Ballkanit, duke mos kuptuar që njëtën kohë thot se ajo është hajdutja më e madhe e Ballkanit, se të pretendosh ndërtosh ti në një qytet me 80.000 banor dhe në një zonë që ka gjithsej maksimumi 21 shtretër, të ndërtosh aeroportin më të madh Ballkanit, do të thotë që ti je e çmendur mas hajnis. Me shoqatat e turizmit, tha Berisha, qeveria e re në rast fitore do të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi për të garantuar pagat e punonjësve edhe jashtë kohës së sezonit turistik. Përfaqësuesit Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë një takimi elektoral në Vaçar i bëri thirrje diasporës të refuzojë fotografimin e votës për parlamentaret e 11 majit. Refuzoni dhe mos bëni asnjë fotografi të votës suaj. Sepse në këtë ju duhet të jeni qytetar të mirë të vendeve ku jetoni. Dhe në vendet ku jetoni dënohet me ligj fotografimi i votës. Prandaj mos zbatoni kodin dhe kërkesën e këtyre mafiozëve, të cilët duan të kontrollojnë vullnetin tuaj. Gjatë takimit me banorët e njësisë numër 11, Berisha prezantoi programin për fshatin dhe theksoi se brenda vitit të parë të qeverisjes së opozitës do të rriten subvencionet për fshatin dhe fermerët. Fshatari duhet të gëzojë të njëjtën infrastrukturë, pra të njëjtën rrugë, të njëjtin furnizim me ujë, të njëjtat kanalizime, të njëjtin furnizim me energji elektrike, të njëjtën shkollë si lagja e qytetit. Dhe kemi vendosur që çdo shqiptar në fshat apo në qytet, kudo që të jetë, do marrë minimumin jetik 200 euro për frym. Rruga e Muzinës, e njohur për peizazhet e saj mahnitse, po tërheqë gjithnjë e më shumë turistët, veçanërisht ata që udhëtojnë me rulota. Një shembull i kësaj tendence është çifti austriak Stefani dhe Lorik, që kanë kaluar 4 ditë në Muzinë dhe vlerësojnë natyrën dhe qetësinë e zonës. Rruga e Muzinës, një nga segmentet më piktoreske që lidh Gjirokastrën me Sarandën, po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj. E rrethuar nga gjelbërimi, peizazhe mahnitse dhe ajër të pastër, kjo zonë është kthyer në një ndalesë të preferuar për ata që udhëtojnë me rulota në jug të Shqipërisë. Një çift nga Austria, Lorik dhe Stefani, kanë rreth 3 javë që po eksplorojnë Shqipërinë me rulotën e tyre, ndërsa prej 4 ditësh janë vendosur në një pikë panoramike në këtë rrugë. Ndihemi të sigurt dhe të mikpritur në këtë vend. Është një përvojë e paharrueshme. Natyra këtu është e jashtëzakonshme, është e qetë, e pastër dhe ideale për të pushuar, po na pëlqen shumë. Shumë prej vizitorëve të huaj zgjedhin të ndalojnë për disa ditë pikërisht në këtë zonë, duke i qëndruar në natyrë përpara se të vazhdojnë rrugëtimin e tyre drejt Rivierës shqiptare. Me rulota të pajisura për pushime në natyrë, ata e shijojnë qetësinë dhe bukurinë që ofron kjo rrugë. Shqipëria ka shumë bukuri natyrore dhe rruga e Muzinës është një nga vendet e preferuara për të kaluar disa ditë. Tani do të largohemi për të eksploruar jugun. Po e shijojmë çdo moment këtu. Peizazhet janë mahnitse dhe atmosfera shumë relaksuese. Më pas do të largohemi drejt Rivierës. Pas qëndrimit në Muzinë, çifti planifikon të vazhdojë drejt Ksamilit, Sarandës dhe mëtej në jug të vendit. Kalaja e Gjirokastrës vijon të jetë një ndër monumentet më të vizituar të momentit. Turistët nga mbar bota e kanë zgjedhur këtë atraksion për vlerat historike që kjo kështjellë ka.
Kështjella e Argjiros po frekuentohet çdo ditë më shumë nga turistë vendas, por kryesisht ata të huaj, duke e kthyer kështu këtë monument në një prej atraksioneve më të vizitueshme të momentit. Muaji prill ka sjellë më tepër fluks turistësh në Kalan e Gjirokastrës. Vizitorë të huaj nga vende të ndryshme të botës kanë parë nga afër bukuritë dhe vlerat që ky monument mbartë. Pjesa më e madhe e tyre janë grupe që vinë për herë të parë dhe shprehin emocionet e tyre sapo futen brenda kalas madhështore. Unë jam nga Amazona dhe është hera ime e parë që vi në Shqipëri. Është shumë bukur. Gjithashtu dhe kjo kështjellë është e mrekullueshme me arkitekturën e saj dhe historinë. Do ta rekomandoj te miqtë e mi që duhet të vinë, ta vizitojnë. Vim nga Amerika dhe planifikuam që t'i kalonim pushimet këtu, po vizitojmë arkitekturën e veçantë të këtij qyteti. Kalaja është shumë e bukur dhe po na pëlqen çdo gjë që po vizitojmë brenda saj. Yeah, very nice. Kalaja e Gjirokastrës është një ndër ato monumente që ka vlera shumë të mëdha historike dhe mjaft të vlefshme për historinë e qytetërimit dhe të Shqipërisë. Zhvillimi i turizmit ka bërë që shumë të rinj të zgjedhin të studiojnë degën e turizmit në Universitetin e Qerem Çabej. Pedagogët e ekonomikut bëjnë me dije se këta student kanë një interes të lartë duke frekuentuar në 40% më tepër me vitin e kaluar. Ndërkohë që studentët kanë mundësi të punësojnë direkt pas mbarimit të studimeve në sektorin e turizmit. Rritja e cilësisë në shërbimet e turizmit në qytetin e Gjirokastrës ka bërë që shumë të rinj të zgjedhin degën e turizmit në Universitetin e Qerem Çabej. Pedagoga e Fakultetit Ekonomik Antoneta Polo u shpreh se po preferohet ndjeshëm nga të rinjt, të cilët kanë mundësinë që pas mbarimit të studimeve të jenë të përgatitur për tregun e punës. E veçanta për këta studentë është se kohët e fundit ka kërkesa nga biznese për të punësuar në industrinë e turizmit. Dega e turizmit ka filluar të preferohet ndjeshëm nga të rinjt në universitetin tonë dhe kjo fal zhvillimit të turizmit që ka marrë vendi ynë. Studentët tanë preferojnë degën e turizmit me shpresën që nesër në të ardhmen pra kur ata të mbarojnë këtë shkollë, të kenë një diplomë të vlefshme që do t'i ndihmojë ata për të punuar në këtë sektor. Dhe shpesh madje edhe tani ne kemi kërkesa nga bizneset për studentët tanë për të shërbyer në këtë sektor si një nga sektorët më të rëndësishëm për qytetin tonë. Pra, ne dim që turizmi për Gjirokastrën ka marrë për masa të konsiderueshme duke kaluar pra në një turizëm gjithvjetor, po themi. Nevoja e tregut të punës dhe zhvillimi i turizmit çdo ditë më shumë po shton interesin e të rinjve, ku gjatë këtij viti ka patur një rritje të frekuentimit prej 40% më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Në degën e turizmit kemi një numër të konsiderueshëm, krahasuar me degët e tjera është diçka më pak, por këtë vit është rritur ndjeshëm, është rritur diku me 40% numri studentëve që ndjekin degën e turizmit. Turizmi është një sektor në rritje të vazhdueshme dhe ka nevojë për gjithnjë më shumë punonjës të aftë dhe me njohuri inovatore. Policia e Tepelenës në bashkëpunim me shërbimet zjarfikse kanë shpëtuar 7 turistë spanjoll të cilët kishin mbetur të bllokuar në kanionin e Nivicës. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Tepelen dhe shërbimet zjarfikse janë nisur në drejtim të zonës ku kishin mbetur të bllokuar turistët. 380 nxënës të shkollës së bashkuar 5 dëshmorët në Ksamil shumë shpejt do të zhvillojnë procesin mësimor në kushte bashkohore. Godina po i nënshtrohet rikonstruksionit të plot, ndërkohë që punimet kanë përfunduar në ciklin fillor. Bashkë me Ksamili, një investim serioz ka përfshirë edhe shkollën e qytetit që ka marrë vëmendje të shtuar në mediat ndërkombëtare si destinacion për pushime të paharuara. Ksamili ka një shkollë me cikël të mbyllur ku marrin mësim nxënësit e fillores, nëntëvjeçares dhe mesmja. Vënia e të gjitha mjediseve në rikonstruksion të rësor po sjell që çdo gjë të ndryshojë. Ka nisur rikonstruksioni i shkollës, bëhen punime të ndryshme, çdo gjë po ndryshon. Shkolla e ciklit të ullët ka përfunduar dhe aty zhvillohet mësimi me diturne, duke qenë se ka filluar nga brenda shkolla 9-vjeçare. Shkolla 9-vjeçare bën mësimin para ditet e godina e ciklit të ullët dhe mbas dite e zhvillon mësimin në cikli ullët. Dhe shkolla mesme ka filluar në pjesën e jashtme,
sepse shkolla mesme po vazhdon aty, ndërsa shkolla 9 vjeçare është tani për pllakat dhe për rregullimin total, me dritare të vendosura, me suvatime, me gjitha. Investimi që po kryhet në shkollën 5 dëshmorët në Ksamil ka bërë që të kthehet përkohësisht mësimi me turne, por kthimi i korpuseve shkollor një pas një në kantier, sipas shehut, nuk ka cënuar normalitetin e procesit mësimor edhe në këto kushte. Patëm çik vështirësi fillimisht me punimet që zhvillohen, se do dhe kujdesi lëvizjet edhe mbeturinave që dalin nga shkolla. Zhvillojmë me turne orët e mësimit. Jemi përpjekur me gjitha mundësit që nxënësve mos të mungoj asnjë gjë dhe të zhvillohet normalisht mësimi, siç po vazhdon deri tani aktualisht. Pritet përfundimin 9 vjeçares, pastaj do të kalohet e mesmja. Është një diçka pozitive dhe pamja shkollës dhe brenda nuk ka më lagështirë, nuk ka më probleme. Them dhe për nxënësit do jetë gjë pozitive. Me zbatimin e këtij projekti të rikonstruksionit në shkollën e Ksamilit do të ofrohen kushte për mësimdhënie të pakrahasueshme me më parë për 380 nxënësit që ndjekin mësimet në këtë institucion arsimor. Deri tani punimet kanë përfunduar në ciklin fillor, ndërkohë që paralelisht vijojnë në korpusin e 9 vjeçares dhe të mesmes. Kisha mbi 100 vjeçare e shënkollit në fshatin Krin të njësisë administrative Antigone është një nga objektet më të vizituar nga turistët e huaj. Megjithatë, kalimi i kohës ka shkaktuar degradimin e saj dhe banorët kërkojnë ndërhyrje për restaurimin e këtij objekti me rëndësi historike dhe kulturore. Kisha e shënkollit në fshatin Krin të njësisë administrative Antigone, e cila është mbi 100 vjeçare, është një ndër objektet më të vizituar në këtë fshat nga turistët e huaj që zgjedhin të vizitojnë zonën. Megjithatë, ajo nga kalimi i viteve ka filluar të degradohet, ndaj dhe kërkon restaurimin e saj. Është kish me vlerat më që nga harqet, që nga muret e gurit janë të veçanta, rrallë gjën mure të tilla harqet, ka hajati me një specifik të veçantë. Me mbulimi që bërë me prej drashe. Turistët e kanë nga më të parë që po vizitojnë dhe më tërheqja është kisha. Po e lam në këtë gjendje që nuk duhet të kishim lënë në këtë gjendje. Tani kemi mbledhur një sasi lekësh me iniciativën e fshatarëve edhe do mendimin e metropolisë thonë se duhet këtë vit do ta bëjmë patjetër. Kisha është më kryesorja se futen brenda, shikojnë për ikonat, i ka rënë qatia. Do që të rregullohet, të bëhet qati e re, gjisma ka rënë fare, gjisma është, po dhe gjisma prap, do të hedhësh më shesh që ta rregullosh. Banorët shprehin shqetësimi për gjendjen e kishës, duke apeluar për ndërhyrje restauruese që do të mundësonin ruajtjen e këtij objekti me rëndësi të veçantë historike dhe kulturore, duke qenë një atraksion i rëndësishëm për turizmin në këtë fshat. Restaurimi i saj do të ndihmonte jo vetëm në mbrojtjen e trashëgimisë, por edhe në zhvillimin e mëtejshëm të turizmit lokal. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.